Labi futet në një debat të ashpër me Elionën, një përplasje që nis nga tensionet e grumbulluara prej disa ditësh brenda shtëpisë së Big Brother. Ai e akuzon atë me fjalë të forta, duke i thënë se, sipas tij, Eliona është vajza më e keqe brenda shtëpisë dhe se sjellja e saj është e dyfishtë. Labi thekson se ajo gjithmonë i rri Klodit mbrapa, jo për ndjenja të vërteta, por vetëm për lojë dhe për të fituar avantazh brenda dinamikës së shtëpisë. Ai shprehet se kjo është një strategji e saj e pastër dhe se asnjë nga veprimet e saj nuk ka të bëjë me ndjenja apo respekt për banorët e tjerë. Gjatë debatit, Labi shton se Eliona nuk dëshiron të ketë asnjë lidhje reale me askën aty brenda dhe se qëllimi i saj kryesor është të manipulojë situatat sipas dëshirës së saj. Ai e akuzon se ajo përpiqet të krijojë konflikte dhe intrigë vetëm për të tërhequr vëmendje dhe për të treguar dominancë, duke lënë pas çdo moral apo ndjenje njerëzore. Situata eskalon ndërsa Eliona përpiqet të përgjigjet, por Labi nuk ndalet. Ai thotë se prania e saj aty është e panevojshme dhe se ajo nuk i kontribuon as pak harmonisë në shtëpi, përkundrazi, vetëm tensionon dhe prish marrëdhëniet mes banorëve. Tensioni mes tyre rritet, duke bërë që disa banorë të tjerë të përpiqen të ndërhyjnë dhe të qetësojnë situatën, por Labi duket i vendosur në qëndrimin e tij dhe nuk lë vend për kompromis. Ky debat nxjerr në pa dimensionin e fortë të konflikteve brenda Big Brother. Duke treguar se lojrat, intrigat dhe përplasjet e karaktereve janë pjesë e pandashme e dinamikës brenda shtëpisë dhe se marrëdhëniet e vërteta shpesh humbasin mes strategjive dhe lojrave të brendshme.